sepse po nuk e nisëm nga vetë kritika, nga kjo që e thashun. Atëherë, na e bëjmë gabimin. E keni huqë reformës, për shamë. Jo, Leo, sepse unë e thash një gjë. I kemi disa emra të ri që kanë hy në këtë rund, në zgjedhje, edhe 3 prej tyre i këtë zgjedhën deputet. Pra, është praktikisht një numër kogja në raport me njerëz të zgjedhur. Mos harrojmë kjo edhe Gzim Hazrollin që është me votë kogja të madhe. Edhe të ashtë i faza e dytë, cila na vjen faza e dytë. Na duhet të bëjmë edhe një diagnoz edhe degëve të LDK-s se çfarë performance kanë pas. Që unë po e marr si start Prishtinën, ku e kemi pas një performancë më të mirë në relacion me degët të tjera të Kosovës. E kemi pas 28.000 vota për asamble komunale në tetor, është vot për LDK-n, nuk ka të bëj me kandidatin për kryetar, është vot për LDK-n, dhe kemi dalë partia e parë në kryeqytet, edhe kemi humbë 13% të votës nga tetori deri në dhjetor në Prishtinë. Ka qenë një angazhim i jashtëzakonshëm edhe i kryetarit Përparim Rama që me urujt një rezultat edhe eventualisht kur e marrim 25.000 vota i kemi. Po kjo të tregon që nuk ka qenë fokusi i kryetarit të partisë në votën individuale, po në votën partijake, edhe e kemi pas një rezultat të mirë në Prishtinë. Edhe duhet t'i him edhe t'i bëjmë analizat edhe degëve tjera. Sepse ka degë që kanë pas rënje edhe deri në 30%, degë me fuqi elektorale të LDK-s. Për shembull, Lipjani një tretë. Në Lipjan jemi tretë, në Lipjan 50% të votës e kemi humbë nga tetori deri tash. 13.000 diçka kanë qenë në Lipjan. 13.000 diçka kanë qenë në tetor për asamblen, për asamblesht, për njerëz të LDK-s, dhe tash janë pra 6.000 diçka, dikun rreth 7.000 vota më pak. Edhe kjo duhet të jetë pjesë e diagnozës. Nëse dikush pratë që e marrën e ndash Prishtinën, ndash Podujevën si mendim, si numër, si analizë, edhe e këshyrim, nëse dikush prej kryetarit partisë, përveç strategjisë, atëherë, nëse dikush që me shku, po supozojmë, ajde po e marrë fshatin tim, nëse dikush që Lumir Abdigjiku do të me rrit votën në Llapashticë, ndërsa unë mos me shku, sepse s'kom shku në këto zgjedhje, atëherë është gabim, sepse faji është edhe jami. Kjo është çka du me thonë. Edhe një Janjev nuk është faji dikuj tjetër, është edhe jami pse s'kom shku prapë një Janjev. Apo më kupton, na jemi ata që dalim edhe aktivizojmë votën. Ja, zona po thotë që kanë faj, pra disa figura që zona për i cilëson si të vjetra. Po jo, sepse... Tash kjo është një mendim. Ka për shamë të tjerë, që me thonë që tash... Që kjo është qka për thonë, Sylla thotë, që më thotë që Shqipe Patina me qenë listë LDK-s, ku aja ka gjujt me shishe Isa Mustafën, sa ka qenë deputeteve të vendosis, e ka gjujt me shishe Isa Mustafën, kur ka qenë kryeministër. Tash, edhe kjo është një mendim. Dibrani për thotë, nuk mundet si me thonë, mu amnistu për i fajit, për i kryetarit, e dete se cila strukturë. Nuk është për kusht të bu amnestim, Leo. Unë për kërkoj si me thonë, ku qëndron ajo problemi si masjysh, se tash e kuptoj që me thonë dëshirën që e keni përbo vetë kritikë. Jo, unë muj me... Hajde po e kalojmë vetë kritikën. Që po e kalojmë vetë kritikën. Po e themi që vetë kritika është pika e parë, ose jo vetë kritika, vetë analiza, sepse ka vend e kundërshta dhe s'ka vend për kritikë, ka për mirësim. Edhe kjo duhet të njihet si e tillë. A u kry pjesa e parë, e krytëm vetë kritikën, po. Cili është problemi që LDK-ja ka pas për gjatë vitit 2025, kur që nga përfundimi zgjedhjeve të shkurtit, e ka pas, edhe këto tash, po e thëmë edhe në formë paralajmëruese, e ka pas një qëndrim të jetë të qartë. Bojmë një qeveri të përbashkët, të gjitha partit. A mos e botë? Na e propozum, tash kush është këtu blokuesi? Nëse na pajtohemi me termin dhe me manipulimin që zoti Kurti e bën, se LDK-ja na e blokoi qeverinë se s'erdhe, atëherë, do me thonë, na veç po zgjedhim me ndëgju diçka që nuk është realitet. Kjo është çka po thomë ne, sepse ne kemi propozuar... Po na nuk po pajtohemi sërkëll, po pajtohet elektorati juaj. Se janë minus 50.000 vota. Për çat pozicionim? Unë nuk besoj që ka të bëjë. Unë nuk bekon faktor kjo, figurat e reja vjetra, ama pozicionimi është... LDK-ja ka pas pozicionim jashtëzakonisht qartë. Hajde, po e bëjmë qeverinë gjithë përfshirëse,
teknike, çdo që e quajmë, deri në zgjedhjet, deri në kohën kur vjen presidenti, kryhen këto marrëveshje ndërkombëtare, kryhen buxhetet, kryhen çito çështjet për të cilat ka një pajtim të përgjithshëm. Dhe pastaj aty vjen koha e zgjedhjeve. A mos sot njerëzit thonë, gabimi i LDK-s ka qenë se nuk ka hi as me opozitën, jo mëre, as me vetëvendosjen. Propozimi ka qenë i qartë dhe ka qenë i zëshëm. Po, edhe kemi ditë që çato se u pranojnë. Jo, nuk është pse kemi ditë që nuk e pranojnë. Ka propozuar juve diçka që se pranojnë. Ka qenë, domethënë, propozimi drejt për drejt, sepse na duhet të shkojmë deri te çështja e presidentit. Edhe tash ku përfundojmë na? Si vend, përfundojmë në një situatë ku dikush del edhe thot, guxo mos rrini në parlament kur vjen çështja e presidentit. Pse na jemi naiv, të mos e dim na që çështja e presidentit vjen në mars? Prandaj edhe ka qenë propozimi. Pra po flasim me një rrjedhshmëri logjike ku nuk shkojmë edhe tu e përço këtë ambient politik që veç është tejet i përçam. Edhe sa i përket këtyne çështjes së opinioneve të ndryshme, të brendshme, absolutisht jam pjesë e rregullave të demokracisë, edhe ato më mirë se në LDK kërkon tjetër nuk flajnë, sepse është krejt në rregull me pasur në një qëndrim të ndryshëm, edhe sikur që e thash ndaj Shqipës, edhe ndaj dikujt tjetër është pjesë e rregullave të demokracisë. Kur gjë të keqe nuk ka këtu. Nuk është LDK-ja, edhe sa i përket çështjes në fjalë, që vë thot zona pse s'kemi me vetëvendosjen. Mbas diskutimeve publike, na e kemi po, kryetari, Avdi Gjiku, e ka ngrit këtë çështje në strukturat. Është shumë e vërtet. Edhe ju ka thonë, tregoni çka po doni. Edhe strukturat kanë thonë jo. Edhe tash prandaj, nëse eventualisht kjo qenë ka probleme. Pse këtu me u ngrit në aspektin e një diskutimit brendshëm, ku vendimarrja megjithatë është shtru në trupat kolektive. Nuk ka vendimarrje individuale. Kjo është çka po thëmë. E tash, hajde kalojmë në analizat e brendshme, ku flasim cili është dështimi i Sokolit, cili është dështimi i Kujtës, cili është dështimi edhe i numrit 101, edhe i numrit 100, edhe i Avdullavut, edhe i secilit. Sepse prapë ne po thëmë, në Prishtinë e kemi një rënje prej rreth 13% të votës. Krahasim me zgjedhjet lokale të tetorit. Po flasim për një diferencë. Keni pas shumë kandidat në Prishtinë. Në listën e juaj. Po mirë, tash hajde tek shyrim, duket kanë qenë dikon një 5-6. Hajde tek shyrim, është që ke problemi, është që ke problemi. A ku ka problematike? Po, është e vërtetë. I kemi pas. Unë mendoj që ka pas neglizhencë. Ka pas neglizhencë. Unë besoj që ka pas neglizhencë. Për zgjedhjet më të rëndësishme. Po, absolutisht. Po tash unë prapë them bre, duhet me fillu me këshir këtë punë, sepse nuk mundemi, nuk mundemi na ngritjen edhe rrojën. Me në ngritjen edhe rrojën e LDK-s ndër vite përveç shumë të tjerë, se keni pasqyrë shumë qartë. Vjen Vjosa Osmani kandidate për kryeministre, del partia e dytë. Largohet Vjosa Osmani, bjen qeveria, Lumiri nuk e voton qatë qeveri, bjen 10%, kthej Lumiri, e fiton Prishtinë që e ka hub, Isa Mustafa, i kthejnë shumicën e komunave dhe për partia me komunat ma shumë të, i del në 18 piksa doli në zgjedhjet e shkurtit. Kjo tregon që qytetari pa të fillu me pas një besim të reforma. Mirë po, kur e humbët betejën me strukturën e vjetër, partia në zgjedhjet e shkurtit i ka pas 171.000 votë. Mbarut të kujane. Në zgjedhjet e tetorit. E kemi rrit në 183.000 vota. Kjo është çka po thëmë. Dhe hajde ndoshta nuk është e krahasueshme 100%, por vota për asamble është vot partijake. Nuk është vot për kandidatin për kryetar, sepse gjithmonë kandidati fitues tërheq vot edhe jashtë partijake. Kjo është në secilin qytet, jo vetëm në Prishtinë. Ka qenë një angazhim i krejt kryetarëve të degëve. Gjithë kryetarët e degëve të Prishtinës, 5 degë ka LDK-ja, kanë qenë pjesë e garës. I kanë aktivizuar strukturat në kuadër të degëve. Dhe e kam bo garën, dhe rënja ka qenë më e vogël. Kjo është çka po thëmë. Dhe minimumi tash, që njona prej elementeve që duhet me ndodhë, është që, si pas mendimit tanë, nuk ka kryetari degës që nuk duhet me qenë pjesë e listës. Sepse
mundet me ra aktiviteti. Okej, të e detaje, po mirë detaje që jo sepse jo për diskutimin sonte mendoj që kjo është në fakt jamja. Jo, absolutisht. Po ne, shërben shumë për LDK-n. Sigurisht për debatin e juaj, po vëdu me fol pak ma... Sepse çështja, arsyeja është se na në momentin kur nisemi edhe ngutemi me emru fajtor, halo pa e lexu asnjë numër përveç numrit të përgjithshëm, është i rëndësishëm se në fundit çaja është finalja. Në rregull, ju bëni ato analiza. Pret. Na Po jo më edhe qytetarit duhet me tregu që në momentin kur halo pa i pa rezultatin sipas komunave, sipas degëve, sipas kandidatëve, fillojmë me gjetë fajtorin, natyrisht që është kalkulim i gabuar dhe diagnoz e gabuar. Kjo është çka po them. Leo, mundem veç diçka. Unë mendoj që para se me dol të analizat kështu me numër të votave është mirë me kallëzu pse ka nisë që kjo aromje e LDK-s. Se unë prap insistoj edhe jam i bindur në ato që as nuk ka pas të bëj këtu lista për deputete, as neglizhenca e dikujt, por është shumë i rëndësishëm pozicionimi që ka ndodhur mas shkurtit. Unë mendoj që LDK-ja e ka kur një sukses të rrit kaq shumë në shkurt prej zgjedhjeve të kalume, në që u kon rritje kugjemje në numra, edhe që ato është dosh me shfrytzu, gjë që nuk i ka bo. Problemi ka qenë se ai domethënë Lumira Abdigjiku nuk ka vendosur cilën rrugë do me ndjek ma herët. Po se do me qullanin zgjedhje, po të paktën me vendos ma herët. Edhe partia tjetër opozitare, edhe AK-ja, edhe PDK-ja është dash me botë njëjtë gjë, por më po flasim për LDK-n. Problemi ka qenë që këta i kanë pas dy rrugë që për mendimin tim të dyja rrugët kishin kushtuar te elektorati. Një ka qenë me shku me vetëvendosjen në koalicion, që besoj që i shkon shkatërruese për këtë strukturat dhe për këtë partinë faktikisht, edhe dy me shku me PDK-n dhe parti tjera opozitare me formu një koalicion që edhe ashtu do të ishte, si më thon, goditje për elektoratin e vet, për shkak se elektorati i LDK-s nuk e don LDK-n me PDK-n.